Fatkeqësisht sensacioni tërheq më shumë vëmendje edhe kuriozitet se sa një lajm i zakonshëm, do thoja i formuluar në mënyrë pa fjalë të mëdha edhe po çfarë duhet bëj publiku? Publiku duhet dhe këtu po flas si publik, çfarë do të bëja vetë. Për fat mirë kemi atë kartë të bardhë që mund të lëvizim brenda ditës dhe brenda një ditë njëri se nga ana e publikut, role të ndryshme, është bekim në të thënë vërtetën. Po publiku mendoj që duhet edukoj tek vetja një lloj disipline dhe një lloj kujdesi të ndryshëm për sa i përket mënyrës ose themi rastit kur merr informacione shëndetësore ose lajme që kanë të bëjnë me shëndetin, duhet të trajtohen një lloj siç trajtohet shëndeti vet. Ne nuk sillemi një lloj si njerëz zakonshëm kur shkojmë tek doktori dhe kur shkojmë tek berberi ose kur shkojmë në spital dhe kur shkojmë në restorant. Sjelljet tona janë të ndryshme. Jemi sigurisht shumë serioz kur shkojmë në spital. Ose kur shkojmë të vizitojmë një mjek, takojmë një mjek, të kryejmë analiza teste shëndetësore. Patjetër ka dhe shqetësim brenda, ka dhe preokupim, ka pritje prej së panjohurës, po në një restorant ose kur po presim flokët jemi tjetër njerëz. Këtë gjë duhet bëjmë edhe kur jemi përballë lajmeve. Një lajm i showbizit, patjetër mund t'i lejojmë vetes t'i ulim ato heshtat dhe mburojat e kështjellës, ndërsa kur kemi të bëjmë me një lajm ku shëndeti është implikuar, s'ka rëndësi se për çfarë po flitet. Po flitet për ngjyrën e syve, për mëlçin, për zemrën. Patjetër duhet ta trajtojmë me seriozitet, ne duhet ta edukojmë tek vetja, kam përshtypjen është punë vetë edukuese dhe vetë disiplinuese.